Në teatrin Migjeni në Shkodër është zhvilluar nata e parë e festivalit Lulebor, duke sjellë përpara ardashësve krijime të reja muzikore, që ruajnë dhe pasërojnë traditën e këngës të kultivuar ndër vite në qytetin e Shkodrës. Në fakt kjo natë ishte magjike, ashtu si vetë Lulebora, që është edhe do të thoya simboli i qytetit, simboli i muzikës për gjithë ne, po mbi të gjitha i publikut shkodran. Unë kam qenë në drejtimin artistik bashkë me profesorin Zevçoba dhe kemi bërë për atë përzgjedhjen, do të thoya, të gjithë këngëve të festivalit. Sot këtë përzgjedhje për të dalë 8 këngët në finale ja lam juris. Sigurisht ishte vështirë, kishte konkurrencë shumë të bukur, unë do doja që gjithë këngët të dilin për finale, por gara i ka këto. Mbi të gjitha ishte një nivel i lartë artistik, ishte një identitet shkodre, edhe një identitet i muzikës së vërtet shqiptare. Dhe për këtë jam shumë e lumtur se vetë publiku me entuziazmin e dha këtë përgjigje. Për protagonistët dhe organizatorët, emocionet ishin të shumta, ndërsa u shprehën shumë të kënaqur për zhvillimin e natës së parë të këtij festivali. Ishte një provojë unike, është provoja e parë për mua si pjesëmarrëse, si dirigjente e festivalit Lulebor, është me të vërtetë hera parë, edhe është nuk e di çfarë them, një eksperiencë unike e veçantë, pasi nuk kisha provuar asnjëherë, domethënë, të dirigjoj këngë të muzikës të tillë, domethënë, sepse siç e dini edhe juve merrem me muzikë klasike, me këngëtar të operës, kështu që ka qenë një eksperiencë me të vërtetë e veçantë. Festivali që do të zhvillohet në datat 28 dhe 29 tetor, pritet të sjellë shumë risi dhe surpriza për ardashësit, duke kthyer Luleborën në një festë të madhe të muzikës dhe kulturës shqiptare.